Është dashur që problemi të bëjë disa herë mediatik dhe të ndodhin disa aksidente që firma mirëmbajtëse e rrugës nacionale Skura i Peshkopi të ndërhyjë në segmentin e fshatit Peladi. Pas lajmeve të transmetuara në televizion, më në fund firma Alko Impex ka nisur riparimin e pjesës së dëmtuar në fshatin Peladi të Bulqizës. Siç duket nga pamjet, po bëhet gërryrja e pjesës së prishur dhe do të bëhet hedhja e shtresës së plot asfaltike. Ky segment rruge ishte bërë i rrezikshëm për të gjithë drejtuesit e mjeteve pasi duke shmangur pjesët e prishura, dilnin në anën e kundërt të lëvizjes duke u bërë burim aksidenti. Herë në fundit këtu u përplasën 4 automjete radhazi duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe disa të plagosur. Por ajo që bie në sy është ndërhyrja pasi janë bërë vizhdimet e bardha. Pak ditë më parë u ribë sinjalistika horizontale në këtë segment rruge në vend që të ishte bërë ndërhyrja e vizhdimet më pas. Megjithatë, e rëndësishme mbetet ndërhyrja dhe të mos ketë më aksidente në këtë segment të rrugës nacionale Skura i Peshkopi.